Unë vdes njerëzit tonë të vërtetën më burr. Domethënë kjo është vetëm thuj të vërtetën, qitat e mutin, a helmin që ke për thuj tamam, atë që është, ta më kupton, mos më fryt paktën me mbos si mik kota, si kështu. Thuj edhe të vërtetën se aty e gjejmë muhabeti me njëri tjetrin, po pak më thuj të vërtetën. Ta më kupton, është ajo që më mirë me vërtet më mirë flas me një mik se sa me një idiot. Unë kam tmerr idiotin, idioti s'thith. Edhe bota i bune nuk është problemi se BE-ja për shembull ka gënjyë dhe më prishi punë mu. Jo, është infektuese ke masat, është infektuese gjithandej. E kam thonë disa herë, është ajo fryma, është ajo ndjesia. Dhe prandaj domosdoshmë është merr për njerëzimin kur hipokrizia ka zonë rrënjë në maj. Hipokrizia, provokimi, këto gjërat nuk ecë dot përpara, më këto se krijohet një frymë e errët që ham njëri tjetrin dhe del deri poshtë pastaj. Kështu që Trumpi ti më mirë preferon Trumpin që thot vërtetën, për shembull që thot, o zotëri, Sali Berisha është i korruptuar. Po nëse i bi babës këtu një $20 milion, ja hip baban vet. Po i bisha kësaj mrapa, po. Lu ju në bjerë kësaj, po. Jeri babës $20 milion këtu dhe ndullet muhabeti se kur vjell duhet ta ndajnë pazarin shoku, nuk mund t'i hash lekët vetëm, apo jo? Domethënë, ç'a do më pëlqej, siç më pëlqeu dhe ky Lasivita, e thon drejtën, respekt më të madh për Lasivita. Shumë profesionist, ëh? Jashtë mase. Atë më fali për një fjalë që kam thonë kë emision e kaluam, shi kërkoj të falë unë. Po, ka ndodhur. Nuk e majnë mend kur ka ndodhur, nuk ka ndodhur që kërkon me falje. Jam dakord që si del Trumpi kështu, thot një gjë thot. Më vaj 5 milionsh Saliu, edhe nëse kemë unë lek, kam shkruajt këtu që me 5 milion ky merr vizën, ky të vi mrena. Jam okej me këtë. Dhe këtu është vetëm problemi e Trumpit, sepse ka pas një problem me Trumpin ky, që Trumpi tha më ke faturuar 2 milion më tepër, i tha. Nuk e di a do harrin ta gjejnë pazarin. Nëse gjej kanal tjetër, po them, nëse gjej kanal tjetër Berisha dhe jep 5 milionë, po Trumpi mjafton të më thotë, për shembull që më dha 5 milionë. Amarildo, se kena dhe muhabet. Më dha 5 milionë. Por do shikoj se njerëzit e marrin me të qeshur këtë. Do të them vetëm një rast. S'kam çfarë më i bëu. Al-Sisi për shembull, nuk e shifshin dot me sy amerikanët. Al-Sisi, shefin e Egjiptit. Po. Në Egjipt. Një ditë bukur, $100 milion cash nga një bank në Dubai, ikin, i merr Al-Sisi, kuptohet, njerëzit e tij. Dhe papritmas, gjua amerikane ndaj Al-Sisi ndryshon më herë. Pra nuk kërkonin më demokraci një tjetër nga pra Al-Sisi u do burri mirë. Njerëzit shqiptarët nuk e njohin këtë, as unë s'e njoh, të më falësh. Al-Sisi kemi një shumë tjetër, ta them më është më konkret që din gjithë shqiptarët. Në rrugën e kombit mungun 200 milion. Exact. $220 milion mungun nga ky kraj kufirit, 200 milion nga krau tjetër i kufirit. Kjo nuk është as e PS-s, as kjo është nga gazeta më prestigjioze angleze. E shkruajt. Dhe emrin kush e mori? Ai amerikani, që harrova tash emrin, që ishte në Kosovë, 420 milion, mos them 450 se kanë rrumullaku kosovarët aty, i ka marrë nga kjo. Dhe nga kjo, që ta vazhdoj, u vran 4 veta në bulevard, se thonë shqiptarë, se gjëra shqiptarë, pse se dënoti për 4 veta. 20, ne kemi qenë me fat që u vran 4. 20, e kishte mrena pazarit ky. A ishte mrena paketës? Ishte mrena pazarit, vrit sa dush aty ti. Aty mos e vrit menën, se shqiptar po vret. Kam kuptuar, vetëm kujdes mos të rshkasi plumi kënaj amerikan se na dhjeve, po çka ke shqiptare kështu gjona miçaj. Se aty rritet pazari prap. Aty s'bo dërmon zoti. Po ke shqiptar baje bjeri, më kupton. Që të mbyll komplet logjikën që ta kuptojnë vërtet shqiptarët është shumë serioze, sepse e kam studiu këtë, nuk është gallat. Vrit sa dush këtu ke sheshi, kutit mos i hap fare, mos e vrit menen as për të hap kutit, as për këtë që doli Meta me blok
Më zero. Këte më servit ta qa baba, thaj. 450 milion, i kemë mrena këto. Dhe, masi ti vrasësh sa dush ti, sa të ngopesh, më të se, Sala ka po lafe me këta. Se doli vet Saliu, edhe tha, unë tha, do kësha vra më shumë, tha. Më kupto, i kanë vra 4 këta duen bëhu heroj. Se nga kanë rujtë popullësinë, se t'ishtë për Salin, e kësha i qatë pjesën e asaj aty. Terrorist më plerë nuk ka ku shko. Po që ndodh? Jo, 1 minutë, sepse jo më ta kuptojmë, më ta morim vesh se ku ka shku. Jo, mua se mos kujtoj një gjë. Nuk dua që shqiptarët të kenë, domethënë, si mund të them, mendim të keq për amerikanët. Kur i jep lekët ai deri në fund bosh shërbimin. Këtë po them, që të rrisë ekonominë amerikane, po ja u them, të rrisin besimin. Pra, bravo, qa po them tash është kjo? Edhe Anglia se kanë që po morën lekët e rinë pazarit? Jo, të mojnë lekët, mojnë e ty, të ullën varë për neze. U vranë këta veta? Po. I dha, prokurori, atë Damlan. Lalë. I dha Lalë, i dha Shikun. I dha gjykatën kushtetuese. I pruni atë si ka pasur Clinton family. Më i pruni atë burrin tjetër, jo si burri ishte, çështë që shkoi në ajo që bëri gjëmë në Ukrainë. Ajo që bëni gjëmë në Ukrainës. Nulan. Prunën Nulan. Këta të bëjë si vuni aty kësaj. Si tha Hillary, democracy work, tha. Tu është një bënd që shikoj si demokracia. Pra, mrena 220 milion shit të rrugës kombit. Doli dhe arvizuja që tha burë shteti, apo? Doli, po, jo, ishte ditë në nesme, kështu që bone mirë që duhet e kësha fut këtu ke kjo, ta në rejt, ta fustu. A vinë që doli në nesme, tha, mos ketë më protesta, se valla ju vras fare gjithve. E ke pasysh? E kam paket. Po, e kam paket. Kështu që, kjo ishte, dhe kjo është drejtësia, që të kuptohet dhe drejtësia sot se po ndodh. Kjo është drejtësia që ka qenë atëherë, sepse shumë e ke pasysh flasin shqiptarët, jo po kjo drejtësia, jo po kshu, jo po ashu. Drejtësia mirë që janë rob. Ato që janë. Mirë që janë, aj sa janë. Rob s'mund të themi tamam, po ja themi për e kuptoti, për kshu. Që janë ata që janë, do më thënë një drejtësi e kapur nga gjitha gjënturat, është e tillë, vazhdo të jetë e tillë, më këto po qishtë të merë fare, sepse thonë këto, e diram, aty të janë arrestu 280, këndion, ja fusin të numrave, të shënë si ka, po nëse, nuk është arrestu asë një nga Sala, biles doli edhe një oni sot, më duket, Mane, jo se kaj, një gazetar, një gjoj e gjatë. Mane. Bravo, dhe tha... Ishte këtu të ne, bravo, dhe që do zgjidhni, tha, mes vrasësit, tha, apo hajdutëve të pësës, pa e mori këshu ai, si këshu, më kuptove, sepse edhe i populist është. Se harroj këto vrasit, ti vidhë sa duse, doli meta me bloke, këta tjetë mungojnë rrugët, konkretisht mungojnë rrugët, po të hapësh YouTube-in, të kalosh në 2012 mungon rruga në Kamz, mungon totalisht, dhe kanë hik lekët. Më kuptove. Dhe nuk u dënu do të as Xhelal Mziu jo. I u rruga me gjithë shesh. Ngeli vetëm emri. Donald Trump më duket e unë. Varja. Pra, është i updateuar Xhela, i ve emra tak sa del një sekretar shteti. Sepse është shumë serioze kjo. Pra, nuk mund të arrestohet njëri nga Saliu, vill sa dush se kjo do më thëmë, pa ne morën, më falë, nuk është se 1 milion vota kundër, që mu desh mu marë prej Anglijet, pagoj 1.400 pound, se ka që ka qenë bileta, se harën shqiptar, nga Anglia, këtu ka qenë 1.400 ca bishta pound, që të visha për Shqipëri, për të votu, kom ardhën, për të votu. Këtu 1 milion votat që mori Sala, që filloj të qajt, bravo, që doli filloj të qajt, që apona, për qanë të tjerët, që vuni këtë mësën, vuni lullin më mrapa, këto nuk e dha shqiptarët kundra sepse vrau Sala 4 vetë. Sala dhe të vramën e ka
e ka pasur për qef, ai s'ishte problem. Problemi ishte me gjitha karagjozët në për media që thosh në vrau ky me pistolet, doli ky bravo. Jo, le më çaj provokun kur fillim jo pa e vrau me stilol lap se jo vrau me. Po megjithatë turshme ishte gjithçka, edhe ajo kur thoshin që shkuan. Jo të turshëm, të janë pa fytyrë fare, domethënë nuk janë njerëz, se të paktën hesht. Kur bëhet një gjë e tillë hesht. Heshtë po të shefi komp, heshtë o idiot, se nuk mund të rrenjsh dot, përveç se ato legena që ke afër që mund të bëjnë like për atë që ke thonë. Janë një tuf legena që thonë pse s'dënohet Edi Rama që i çoj aty. Bravo, pa ne po të them, ruje çik se është jeta shumë e shkurtër për të vdek legend. A më kuptove, është shumë e shkurtër, nuk është aq gjatë sa mendon. Edhe s'ka jetë tjetër, ta thot Amarildo. Le çat rrein. Kjo është këtu i la e sapet. Dhe Linati me prifin e në holë. Jo. Ja në kërkime sipër. Nëse. Pra, ishte e pamundur që ti të arrestoshe qofte edhe gardistët jo më të korruptuarit në Kotë Saliu. Pra të vriste dhe korrupsioni ishte maksimal që u arrit sa ishte aq maksimal sa po të them vetëm një detaj shumë të thjesht. Vishën Shqipëri, kuptoj që vishën nga jashtë, kisha respekt nga dy akrat, dhe isha ullë në një drek diku, dhe mu desh një, që quhen ato letrat më burë, jo pasaport, më që është lista familjes, që quhen ato më vlla? Që me në përlagjë, certifikat. Certifikat, e thash, do më fani, thash unë, se nuk mund të vazhdoj më drekën, se më duhet me shku me marrë certifikat. Ti kish për certifikat atje? Jo, mërtha, ja ta bi këtu certifikat, du ma bidem telefon, emrin tim, certifikatën time në lokal. Do mund ka hik truni, pavarësisht qefit mu më doli pia komplet. Si mund të më cilë certifikatën? Ajo është, ti mund të bësh falsifikim që atë dush, për disa ma cilë ke certifikatën nga atje këtu, ajo është me trem, jo me të boner. Por me të ndru nënën hajde dhe, po të ndrojnë babën. Jo, e bukra ishte, pastaj që ishte kjo, ishte dhe masit vite certifikata, i thosh ati sa kushto, ama i jep sa dush, e din shqiptate, ajo i jep sa dush është, aji do më thonë që futi ka 200-300 euro ti, sepse aqë është sa dush, e këpës ta len gjoja si këshu. është provinciale, por shumë e lezetshme, ka nga provincat kjo. Po. Jo si shprehje. Ti jep 200 euro, edhe të duket vetë javë si legend, se më fund ndoshta si don ta mama e ke. Ama jo i thotë për sa bëjnë edhe qet 5 ose në 10. Ama jepi 200 më varja më mirë ajo. I shoku im në Angli ka thonë gjë të bukur. Përshëndes Beni. Ai ka thonë gjë të bukur. Në Shqipëri tha, të kërkojnë, domethënë të shesin gjona tha pa letra. Duhet me të një mund tha që të hargjosh lekët pa letra. Vetëm Shqipni kom pa unë këtë punë tha. Me këtë tokën, ke letra jo po tokë bafë. Bravo. Këto duhet me të një mund tha pa letra. Edhe ata qesi lejen ndërtimi, po ti ndërtoje u kurse i qesim letrat më. Bravo. Dhe kjo ka qenë tërë historia e kësaj. Pra, problemi ishte që ti nuk arrestoshe do të gardën, jo mo të arrestoshe korrupsionin. Dhe për këtë shqiptarët... Arrestoshe për shumë Lul Bashën që ishte kryetar bashkia. Bravo. Nuk ishe shonce të arrestoshe erojën e Lul Bashës më burë. Ka qenë njoni... Polici, Lul Bashës sa arrestun dot. Sa arrestun dot, ja pallojmë shpull njënës... Po, kryetari i policisë bashkiake. Janë në nejti sytë. Asaj të shkaj. Rahu 2 brënda në zërë. Bravo. 0, as me shku, as ke rajoni jo, 0, se prek do të me dorë. Se kur thot ama i do terrorist, unë nuk kam urrejti, unë nuk mund të urrej një idiot. Dhe i terrorist nuk e urrej, nuk është ka qenë terrorizm. Dhe ato 1 milion vota që u dhanë për korrupsionin, se vdek me të kishim arrum, vdek me tonë, jo mo 4 aty. Ta që me boj gjojë si gjuna fëkat, kishin kalu ato. Pavarësisht është gjak shqiptari. Nëse do ishte Trumpi, nuk do thoshte kështu, ti merrte lekë dhe të bënte si shkull. Trumpi do ta thoshte. Sa e vrape? 4,
44 të kishe vra. Jo, ke dhe 2 muet. Ke dhe 2 muet për vra. Pas të lekve që ke dhe 12. Mos e bo 12. 13, se 13 pastaj rritët pazari. Po, rritët pazari. Rritët pazari, nuk u... Kështu që... Po, në drejt. Pra, faktin ka qenë një korrupsion i pandërshkueshëm. Dhe ai fjala korrupsion e pandërshkueshëm, që po ja kujtoj shqiptar sepse detyra është tamam me veten dhe me njerëzit që na dëgjojnë, ishte për shembull që krim më të madh, korrupsion më të madh se sa dhënia e lejeve të ndërtimit, dhënia e lejeve, jo mas ishë ndërtu gjoja, tek sheshi Nën Tereza, e tisa na ka kushtuar sheshi Nën Tereza për ta pastru, dhe diku janë dhënë leje të ndërtimit të atyne, ke sheshi Nën Tereza, sheshi i universitetit, janë dhënë lejet mas i humën zgjedhjet. Mas i humën zgjedhjet është një 2-3 ditë. U bo legalizimi, jo u bo legalizimi i atyre. Pra ju kanë kushtu shqiptarve aq shumë 100 miliona sa nuk ka kushko. Është bo legalizimi i tërë unazës, si asaj vijës kuqe, që ka qenë vije kuqe, që mbajtë të për 3 vjetë. Ka qenë projekte. Bravo. Është bo legalizim aty. Në këtë, pra, dëmtim ekonomik, shpirtëror, logjik, sepse të shofësh një gjë, që është bon Shqipëri me ato ndërtime, sepse këto të ashti, më kupto se idioti është hamër burë, pa një unë më qef kom atë, sepse thonë të ashti për shumë që është bo beton, dhe nuk i thonë asaj ke Zoguzi, në qofë se vjen nga Durrësi, ka rruga Durrësit, për në Zoguzi, nuk e rreth rrotullimi Salës, rreth rrotullimi Salës, sepse është i vetmi vend që nuk mund të kalohet. Aty është kalohet, aty është tamam gunga Salës. Ajo nuk duhet heq fjalë Zoguzi, Zoguzi duhet shtyhet më anej. Këtu është rreth rrotullimi Salës. Pa më rrit ka rreth rrotullimi Salës, shef Salën është një pallat. Jo, sinqerisht, është një pallat. Pallati thashun, okej, pallat, se s'kam si a shpjegoj shqiptarëve tjetër që mund ta shohin, më doj qoja më shumë, ai ngjata më Sali. Me sinqeritet, më pa shaka fare. Nëse do ta bësh Saliun, si thonë për shumë që kanë bëjë Edi Ramën, që ka bëu si kokaj. Si Skënderbeu. Bravo që thonë që është Edi Ramës, që ka Skënderbeu, bitë se kështë gjithë darkën sheja, që e është Edi Ramën. Sa palë. Nëjse. Ky është Sali. Dhe ta shohin gjithë shqiptarët, po të vjen rrugën e Durrësit. Ke para rreth rrotullimit të Salës, në krah të djathtë, mes pallatave është një kështu, është një kështu që është i vjetër rreth 26 vjeç, duket si stërgjyshi im. Ai që ka lule sipër, pemë sipër. I kanë vonë pemë aty, jo e kanë krah tjetër atë më buleza, ajo është lule, atë mos e luni. Kët. Edhe po të shkosh në banjo, këto pallatet që janë anash, po s'është dhënë me leje të Edi, se edhe Edi i qanë këto leje. Ai është dhënë në 94-95, shumë si ka, ishte kjo lloj fryme, po të them, ishte 94-95 është dhënë si leje. Dhe ky lloj kafshimi pas ka me të kujnë, që duket. Ka qenë gjithë, unë po të them, shkom banjo, shaf komshia më burrim Terezi, nuk ka shumë. A komshiu, kur medesh, vajlesht. Nëse, është një qelpsirë, pavarësisht në gustësisë, po është pak të një qelpsirë, a më kupto. Aty do më thënë, nuk s'komeni as me pa komshien, ose kur me në që është kja i pallatu, i më në i shtram se do jetë, a i mund tjetë ale me të femne, do më e degrado si rëbë. Sepse, jo, qesh, po unë ku shpjegoj diçka, po them, që arkitektura urbane, në fakt arkitektura urbane, është gjë më e rëndësishme tek një komp. Pra, kur kemi thonë që anglezët janë më civilizumit, ose kemi thonë që amerikanët janë më civilizumit, se do dalim çik më vonë këtu, kemi thonë pikërisht për këtyne gradacelave, për këtyne dritave, për këtyne gjonave, më kuptoj. Dhe dëmtim, prej fshatrë, bravo, prej fshatrë, kuj pan 8 tonë të fshatrë, qaj ka qëllu në njënit,
si puna ime që ka shku në për fshatra ose kështu që më qëlloj punë. Ose në që ka humbru. Ose në që ka humbru se fshatra aty fillo kultura e kombit aty sa ka lo, do me thënë që ty shpër ke fshatra aty duket kultura e kombit.